Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Histori Jete, këtë herë për të ndarë historinë dhe të vërtetën se çfarë ndodhi me Ermelën, vajzën 27 vjeçare e cila u gjet e lidhur për një druni edhe e vrarë. Ne kemi arritur që të zbulojmë detaje më të hollësishme dhe të kuptojmë arsyen pse ka ndodhur kjo ngjarje. Vajza që ju shikoni në fakt në foto është Ermela Muhametaj, 27 vjeçare, shqiptare, jeta e së cilës u ndërpre në mënyrë tragjike dhe misterioze në rajonin italian Molises. Trupi i saj u gjet disa ditë më parë pa shenja jete, në një zonë të izoluar afër Larinos, i lidhur pas një peme. Një pamje që ka tronditur thellë jo vetëm komunitetin shqiptar në Itali, por edhe mbar opinionin publik që po ndjek me ankth zbarjen e kësaj ngjarje të rëndë. Ngjarja u zbulua në mbrëmjen e 28 prillit, kur ish bashkëshorti i saj, një shtetas italian, kishte ngritur alarmin për zhdukjen e saj, pasi nuk kishte arritur të kontaktonte Ermelën gjatë gjithë ditës. Ai ishte ndër personat e fundit që e kishte parë dhe ishte pikërisht ai që nisi kërkimet në mënyrë private, derisa në orët e vona të natës e gjeti trupin e saj në një zonë pyjore. Skena që pa ishte tronditse, vajza e re, e varur pa ndjenja në kushte që deri më tani kanë ngritur shumë pikpyetje. Autoritetet italiane u njoftuan menjëherë dhe arritën në vend ngjarje bashkë me ekipet mjekësore e emergjente. Megjithatë, për Ermelën tashmë ishte shumë vonë, ajo ishte pa shenja jete dhe nuk mund më të shpëtohej. Ermela nuk ishte thjesht një vajzë e re që jetonte në Itali. Ajo ishte një nënë e përkushtuar e një djali 7 vjeçar, të cilin e kishte rritur me dashuri dhe me përkushtim. Sipas të afërmve, miqve dhe fëmijëve të saj, djali ishte gjithçka për të, drita e syve, forca që e shtynte të përballonte sfidat e jetës dhe ishte një grua që kishte kaluar sprova personale, përfshirë ndarjen nga bashkëshorti, por që gjithësisht, nuk kishte ndaluar se luftuari për një jetë më të mirë për djalin e saj dhe për veten e saj. Në komunitetin ku jetonte Ermela, njihej si një vajzë e qetë, e dashur, e edukuar dhe e përkushtuar. Ajo punonte pranë një qendre për emigrantët, ku ndihmonte të tjerët në integrimin në shoqërinë italiane. Një punë që e bënte me pasion dhe që e kishte lidhur ngushtë me komunitetin lokal, si shqiptarin ashtu edhe atë italianin. Kolegët e saj kujtojnë Ermelën si një person të ndjeshëm, gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar të tjerët dhe gjithmonë me një buzëqeshje në fytyrë, edhe kur vetë mund të kishte shumë halle. Pikërisht për këtë arsye, lajmi i vdekjes së saj në rrethana kaq misterioze ka lënë pas një shok të thellë dhe një ndjenjë dyshimi që nuk po largohet lehtë. A mund të ketë qenë kjo një vetvrasje? Apo një dorë tjetër ka qenë e përfshirë? Deri më tani autoritetet italiane nuk kanë dhënë një version përfundimtar. Hetimet janë ende në vazhdim dhe të gjitha pistat përfshirë mundësinë të një vetvrasje, por edhe atë të një krimi të mundshëm. Një element që ka shtuar misterin është se Ermela, sipas disa burimeve pranë familjes dhe advokatit të saj, kishte planifikuar një takim ligjor ditën që u zhduk. Ajo i kishte kërkuar advokatit të saj që të takoheshin urgjentisht për të diskutuar diçka të rëndësishme. Ishte një veprim që tregon se ajo kishte në mendje zgjidhje dhe veprime konkrete, jo dëshpërim. Kjo është arsyeja pse shumë kush hedh poshtë hipotezën e vetvrasjes dhe kërkon që drejtësia italiane të bëjë një hetim të thellë dhe të paanshëm. Për momentin, pritet autopsia që do të krihet mbi trupin e saj për të përcaktuar edhe saktësisht shkakun e vdekjes dhe për ta zbuluar nëse
Në trupin e saj kishte shenja dhune, rezistence apo një substancë tjetër. Vetëm atëherë mund të filloj të zbardhet e vërteta e kësaj ngjarje. Në këtë mes mbetet një zemër e vogël që tani është pa nën. Djali i saj 7 vjeçar është nën kujdesin e të afërmve dhe komunitetit shqiptar, si në Itali ashtu edhe në Shqipëri, është mobilizuar për të ofruar dhe mbështetje. Shumë e njohin dhimbjen e të humburit të një nëne, por pak mund të përfytyrojnë tmerrin e një fëmije që humb figurën më të rëndësishme në jetë në rrethana kaq të errta. Ermela në pamjen e saj të qetë dhe jetën e përditshme modeste, përfaqësonte shumë vajza shqiptare që përpiqen çdo ditë të ndërtojnë një jetë të ndershme jashtë vendit të tyre. Prandaj ky nuk është thjesht një lajm tragjik, është një thirrje për drejtësi, një kërkesë për të mos u mbyllur hetimet pa u sqaruar çdo detaj dhe një apel që zëri i vajzave të heshtur të dëgjohet në fund qoftë edhe pas vdekjes së tyre. Fatkeqësisht në vitin 2025, të paktën në 5 muajt të këtij viti nuk po marrim lajme fare të bukura nga vajzat shqiptare në Itali. Është e dyta me radhë për një muaj kohë që po ndron jetë. E para ishte vajza e cila u vra nga i dashuri i saj filipines në një moshë shumë të hershme dhe tani është Ermela e cila vritet në moshën 27 vjeç në mënyrë të paditur. Është gjetur e varur pranë një druri, pranë një peme, një nënë e cila ka lënë një djalë 7 vjeç, por dyshimet janë shumë të mëdha se dikush mund ta ketë vrarë këtë vajzën për faktin sepse një ditë para se Ermela të vdiste ka telefonuar advokatin e saj për të biseduar një bisedë në të cilën e ka patur urgjente, duke besuar në saktësinë e punës dhe duke besuar në seriozitetin që shteti italian ka patur gjithmonë ndaj rasteve dhe ndaj historive, si në rastin e vajzës studente që u vra nga bashkëshorti i saj filipines që e nxori të gjithë të vërtetën dhe po hulumton çështjen në detaje. Besojmë që edhe e vërteta e Ermirës të dalë, një nënë e cila ka sakrifikuar gjithçka për të rritur fëmijën e saj. Çuditërisht është e dhimbshme fakti se si mundet që në një botë ku gjuha është e lirë, jeta është e lirë, veprimi është i lirë, ne kemi një shpirt për të jetuar, fatkeqësisht ai shpirti jon na merret me pa të drejtë. Ermira gjithmonë ka treguar një vajzën të buzëqeshur, ka treguar një vajzën shumë të lumtur, shumë dinjitoze, shumë të ëmbël, por në fund të ditës fundi i saj erdhi në mënyrën më misterioze. Ne do t'ju sjellim të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me rastin Ermelës, vajzës 27 vjeçare që ndroi jetë në shtetin italian, e gjetur, e varur në një dru në zonën ku ajo jetonte, ku komuniteti është shumë i tronditur, një nënë e cila la një djalë 7 vjeçar pas një ndarjes me bashkëshortin e saj.